E dikujt I pengojnë xhamia, thonë pse bëni xhamia, bëni shkolla, salla sporti. E shteti çka më bëu atëre? Nëse populli I bën xhamia, I bën shkolla, I bën sallat e sportit. E shteti çka do të më bëu? Me vjet parë ata. Xhamiat I bën populli, megjithëse edhe këtu duhet me participu shteti, sepse na besimtarët musliman që falemi këtë xhamia, jemi edhe taksa pagues. Që shteti do të më ndihmojë, domethënë edhe muslimanët të më bëjnë xhamiat e veta, edhe normalisht me bëjë edhe shkollat edhe objekte tjera shoqërore. Po ku ka xhamia, ka edukim fetar, ku ka xhamia, ka edukim moral, ku ka xhamia, ka optimizëm, ku ka xhamia, ka energji pozitive. Nuk e di deri kur do të kundërshtohet ndërtimi I xhamiave për disa islamofobëve ose ignorantëve. Megjithëse gjithë na e dimë dhe e shohim vazhdimisht se xhamiat janë ato që momentet kritike të njerëzve, momentet e krizave, domethënë psiqike, krizave shpirtërore, krizave morale, xhamiat, po edhe në luftë për shembull, luftat tona, xhamiat janë kon strehimore, xhamiat janë kon shkolla kur është ndaluar shkollimi, për shembull shkollat në Kosovë, mektebet e xhamisë edhe xhamiat janë shndruar shkolla. Domethënë gjitha situatat xhamiat janë tamam strehimore, shpirtërore, strehimore, intelektuale, strehimore, morale, faktikisht në gjitha situatat tona duhet me u kthy xhamiave edhe aty me marrë energji pozitive për me u ballafaqu me sfidat e shumta të jetës, që jeta tash e egër, materialiste, egoiste, individualizmi, të bëjnë domethënë që ti drejt vetvrasjes shkosh. Mos më kon çdo xhamia ku neve na ushqej shpirtin, edhe na mbushim me energji pozitive, moti na do të ishim dorëzuar. Kështu që Allah e shpërblet çdo kënd që menon me bo xhami, çdo kënd që jep tokë për xhami, çdo kënd që ndihmon ndërtimin e xhamisë, çdo kënd që planifikon në planin urbanistik parcela për xhami, se më të vërtet ato ka qenë nevojshme, janë nevojshme dhe kanë me qenë nevojshme. Edhe një send më thonë, xhamiat se ninal askush. Kanë mundu edhe me I prish, kanë mundu edhe me I shkatru, e kemi rastin e komunizmit në Shqipëri, sa kanë prish, janë rindërtu. Edhe janë bo ma shumë. Kështu që hekën e pimena, domethënë ata që e shohin këtë video me mendjet keqe, me energji negative, hekën e përmendes edhe për planeve tuaja se mundi ju me I mbyll xhamiat, ose mi prish xhamiat, ose mi I eliminu xhamiat. Ato, nëse ka besimtar, edhe ka nevojë reale kanë ngushtuar. Dhe kjo është veçoria. Xhamiat tona ndërtohen vetëm atë kur ka nevojë reale, kur është e domosdoshme. Edhe pse matematika e thjeshtë neve na tregon se, domethënë nëse një lagje I ka 500 shtëpia, një xhami është pak, sepse nuk I nxjerr 500 njerëz. Realisht domethënë kemi na shumë pak xhamia, edhe gjitha xhamiat janë me nevojë, edhe e mira kësaj është se gjitha xhamiat për ditë gjumoj janë mbushën mrena, po edhe ubori tyre mbushet, që tregon se janë pak edhe janë bërë vetëm aty ku ka nevojë, s'janë politike, edhe s'ka domethënë tentativa për markacion, për caktu territor. Përkundazi janë thjesht për dhënë këtë energji pozitive që jep xhamia, inshallah shtohen edhe gëzohen me të musliman. Mos flasim për jetën pas vdekjes xhamia salunva. Ajo është element që unë po flas veç dobin këtë botë. Po, da. S'ka ti shpëtim në ahiret pa xhami, pa namaz, pa ezan, pa adhurim të Zotit. Jeta e varrit që është me qindra vite, po edhe jeta pas varrit që është pa kufi, nuk ka mundësi me fitu njeriu xhenetin, edhe mu rujt nga xhehenemi pa xhami. E tash, desh pranoj, ndesh me se pranon ti kime vdek, edhe kime po. Se në vora atje domethënë çka kemi fitue. Sigurisht që veç besimi edhe veprat e mira e shpërblen njeriu domethënë në vorr, edhe japin xhenetin edhe mbrojnë prej xhenemit. Kjo është shumë e madhe, po nuk e përmenda sepse njerëzit që nuk e besojnë këtë domethënë nuk e pranojnë, ama dhe kjo është fakt. Që na themi, po tërheqim vërejqen, I përkujtojmë që nesër mos thojmë as na ka treguar. Allah të shpërblet. Amin, amin.